Besoj, dua t'i shtoj asaj çfarë tha Ariela që unë jam një prej shumë të rive shqiptarë të cilët janë larguar nga vendi ynë me një ndjenjë të fortë shkënjimi, jo sepse nuk e dua Shqipërinë, por sepse ndjeja se nuk më jepte hapësirë për të ndërtuar të ardhmen time. Arsyeja për mua ishte një rrugë për të ecur përpara, por si çdo gjë tjetër me qeverinë aktuale, i jep përparësi interesave personal, privat. Na bëri të besojmë se ky sistem nuk është ndërtuar për ne. Për të rinj që duan të arsimohen pa paguar çmimin e shtrenjtë dhe të padrejtë një diplome. Për disa vitesh unë jetoj në Prag të Çekisë, ku kam studiuar, punuar, e mësuar shumë, por e vërteta është, siç thotë edhe babi im, që koka na mbetet pas. Dëshira për të rikthyer nuk shuhet asnjëherë, dëshira për të qenë me familjarët tanë, dëshira për të qenë me prindrit tanë, të cilët jam e sigurt se të gjithë prindrit këtu kanë sakrifikuar jashtëzakonisht shumë për fëmijët e tyre, madje deri në vetmuhim. Njerëz që kanë punuar gjithë jetën e tyre me ndershmëri dhe sot mezi u del paga, e cila nuk garanton as nevojat më bazike e jo më të jetojnë një jetë vërtet të ndenjë. Dëshira jonë është në fakt, dhe kur them jonë flas për të gjithë ata që jetojnë në diasporë, nuk është vetëm të ndërkojmë ca lekë mbrapa, të cilat i ndihmojmë për të mbijetuar, por në fakt është të rikthehemi këtu. Por për të ndodhur kjo, duhet që të kemi një Shqipëri që të na pranojë, të na dëgjojë dhe të na japë vendi që na takon, sepse sot nëse pyet të rinj apo të reja shqiptare që jetojnë jashtë Shqipërisë, e kanë të vështirë të kthehen, sepse këtu nuk vlerësohet eksperienca jonë, por në fakt na mbyllen dyert e punësimit dhe nuk na jepet mundësia që realisht të kontribuojmë. Mendoj flas për të gjithë kur them se kjo është një nga të pakat hapësira ku mund të flasim hapur për padrejtësitë që na bëhen, por në të njëjtën kohë të flasim për dëshirën e madhe që kemi për të ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si funksionon ky vend. Dua të them që ne nuk jemi thjesht kundër një sistemi që nuk funksionon, por për një të ardhme që e ndërtojmë vetë, me ndershmëri, me dije dhe me përfshirje të të gjithë brezave ku do ndodhen. Mendoj se është e rëndësishme gjithashtu që të përmendet që unë ende nuk jam kthyer në Shqipëri, por dua që të kthehem, duke mos njerë se po sakrifikoj gjithçka që kam ndërtuar, por në fakt që po e sjell ato këtu për ta ndarë me ju. Mendoj se të fushat sot nuk e nisi me iluzione të larta, por me vendosmëri, me përurësi e me guxim, sepse këtë herë nuk jemi vetëm disa zëra të shpërndarë nëpër botë, por në fakt jemi breza të tërë që duan të bëjmë vendin tonë më të mirë dhe këtë mund ta bëjmë vetëm bashkë. Faleminderit.